Instituti i Populist në Bruksel, i dashur për Viktor Orbanin, përballet me një betejë për mbijetesë pasi kryeministri i ardhshëm hungarez Peter Magyar është zotuar të ndërpres financimin, por drejtuesit e tij thonë se aktiviteti do të vazhdojë. Organizata po përgatitet të përballojë presionin politik, thanë për Politico mbështetës dhe kritik të MCC Brussels, duke theksuar se burime alternative financimi, mundësi për veprime ligjore dhe kërkesa e vazhdueshme për agjendën e saj konservatore euroskeptike pritet ta mbajë atë në funksion. Me një shumicë të fortë parlamentare, Magyar, administrata e të cilit synon të rishikojë marrëdhëniet me Brukselin, ka premtuar të prish lidhjet e ngushta të qeverisë së mëparshme me institutet konservatore dhe të kufizojë financimin shtetëror për rrjetin e organizatave të djathta që lullzuan gjatë mandatit të paraardhësit të tij. Kjo përfshin edhe organizatën mëm të MCC Brussels, Matthias Corvinus Collegium, një institucion arsimor me bazë në Budapest, i kontrolluar nga aleat të afërt politik të Orbanit. MCC Brussels, i parë nga shumë në qytet si një zëdhënës i qeverisë së Orbanit, megjithse vetë thekson se është politikisht i pavarur, është një nga kritikët më të zëshëm dhe më të debatueshëm të Bashkimit Evropian. Mbijetesa e tij do të përfaqësonte qëndrueshmërinë e vlerave të Orbanit në zemër të BE-s, që nga themelimi i 4 vite më parë, instituti është vendosur si një zë i rëndësishëm i së djathtës europiane, duke bashkëorganizuar aktivitete me grupin e ekstremit të djathtë Patriots, mbi çështje si gjinia, migracioni dhe ndërhyrja në zgjedhje, si dhe duke udhëhequr një fushat për të reduktuar financimin e BE-s për OJQ. Ai shënoi një sukses më herët këtë vit, kur Komisioni Evropian uli fondet për institutet pro-evropiane. Megjithatë, këto organizata nuk presin që MCC Brussels të largohet në eshtje nga skena. Nga ana e saj, MCC Brussels deklaroi se rezultati i zgjedhjeve të së dielës nuk do të ketë ndikim në punën e saj në qytet. MCC Brussels merr pothuajse të gjitha fondet e saj, 99%, mbi 6 milionë euro sipas regjistrit të transparencës së BE-s për vitin e fundit financiar nga Matthias Corvinus Collegium, i cili në vitin 2020 mori një pjesë prej 10% në kompaninë hungareze të naftës dhe gazit MOL. Sipas një personi që punon në një institut tjetër dhe ka njohuri mbi situatën, MCC Brussels ka fonde të mjaftueshme për të vazhduar aktivitetin për disa vite. Institucioni më mund të ndërmarrë edhe veprime ligjore nëse qeveria e re e partisë tij ndërhyn, çka mund të zgjasë procesin deri në 3 vite. Edhe nëse këto fonde ndërpriten, shumë persona që punojnë në të njëjtin sektor besojnë se MCC Brussels mund të sigurojë financimin nga donatorë të tjerë simpatizues ose të zëvendësohet nga organizata me të njëjtin orientim. Më herët këtë vit, zyrtarë të qeverisë amerikane udhëtuan në qytete europiane përfshirë Brukselin për të identifikuar institute të lidhura me lëvizjen MAGA që mund të financohen.